Prokuroria Publike e Shkupit ka filluar procedurë kundër një burri 52 vjeçar të dyshuar për veprën penale lëndim trupor. I dyshuari, ndërsa kryente dhunë në familje në shtëpinë në rrugën Rajko Zhinzifov, sulmoi fizikisht partneren e tij 32 vjeçare, e cila ishte në muajin e dytë të shtatzanisë, njofton prokuroria. Në deklarat thuhet se gjatë një grindjeje, ai filloi ta godiste gruan me grushte dhe shuplaka, duke i shkaktuar lëndime fizike, gërvishtje, ëndje dhe hematoma në kokë dhe trup. E dëmtuara filloi të bërtiste me zë të larë dhe të kërkonte ndihmë me qëllim që fëmijët ta dëgjonin dhe të thërrisnin policinë, por sa më shumë bërtiste ajo, aq më agresiv bëhej i dyshuari dhe e godiste më fort dhe në një moment, me qëllim që ta heshte, e kapi për fyti. Prokuroria informon se viktima, për të shpëtuar veten dhe për t'u larguar nga shtëpia, e bindi të dyshuarin të shkonte te një ginekolog për të bërë një ekzaminim dhe për të parë foshnjën. Ndërkaq, kur ata shkuan tek ginekologu i tyre familjar me makinë dhe i dyshuari ndaloi në semaforin në bulevardin Shën Klimenti Ohridski, e dëmtuara arriti të shpëtonte nga automjeti dhe hyri në një kafene për të kërkuar ndihmë. Ajo mori hua një telefon celular nga një burr që ishte ulur në kafene dhe menjëherë raportoi në polici. Prokurori publik kërkoi nga gjykata detyrim për të dyshuarin që të paraqitet periodikisht te një zyrtar i caktuar ose tek një organ shtetëror kompetent, sekuestrim të përkohshëm të pasaportës, si dhe ndalim për t'u afruar ose për të mbajtur kontakt me palën e dëmtuar.